Seanca dëgjimore e Komisionit të Posaçëm për reformën zgjedhore me Policinë e Shtetit u shty pas debateve mes opozitës dhe mazhorancës për mungesën e drejtorit të përgjithshëm të Policisë Skënder Hita. Në vend të tij për rapportim ishte deleguar zëvendës drejtori i përgjithshëm Sokol Bishka, një vendim që u kundërshtua nga deputetët e opozitës. Qëllimi i këtij komisioni është nuk është të marrë në llogaridhënie Policinë e Shtetit, nuk është detyra jon, por është që të na ndihmoni ne edhe me ato probleme që ngrihen, se si mund të përmirësojmë legjislacionin apo të bëjmë thirrje vendimarrësve politik për të përmirësuar mekanizmat të caktuar që gjithmonë do ndikonin në parandalimin dhe ndëshkimin e krimeve zgjedhore. Këtu duhet ishte sot, duhet ishte drejtori i përgjithshëm. Ne kemi patur 2 seanca të tjera të dëgjimore, një me prokurorinë e përgjithshme dhe një me SPAK-un, dhe kemi patur këtu përfaqësimin në nivelin më të lartë të 2 institucioneve kushtetuese. Qoftë prokurori i përgjithshëm me një numër prokurorësh drejtues prokurorisë të rëndësishme dhe po kështu drejtuesin e prokurorisë së posaçme me prokuror të cilët janë të përfshirë në hetimin e krimeve zgjedhore. Kështu që këtu duhet ishte sot drejtori i përgjithshëm. Nuk ka asgjë më të rëndësishme se parlamenti. Dhe sepse me sa diun edhe radhë që shkoi përsëri nuk ishte drejtori i përgjithshëm. Policia e Shtetit në vitin 2001 rezultoi të ishte një nga problemet më të mëdha të zgjedhjeve parlamentare të atij viti, të 24 qershorit 2001. Policia e Shtetit u dokumentua me raste, të dokumentuar edhe nga vëzhguesit ndërkombëtar, dokumentua me raste se si ndërhyjte në mënyrë brutale në proces. Pengonte zgjedhësit, pengonte, përndiqte komisionerët e tjerë më radhë. Tani unë nuk do bëj historikun e asaj, por ndërhyrjet e vitit 2003 dhe në vijim bën të mundur që Policia e Shtetit jo vetëm dilte nga si problem, fush problematike në zgjedhje, të ikte nga zgjedhjet, por edhe policia në fakt arriti përgjatë paktën 10 vjeçari, në mos më tepër, arriti të ishte jo thjesht nuk ishte më problem, por ishte një instrument realisht i vlerësuar nga të gjithë. Policia është rikthyer problem për 2 aspekte. Për atë që nuk bën dhe duhet bëj, dhe për atë që në këndvështrimin ton me veprimet saj gjithashtu krijon probleme në fushën e zgjedhjeve. Unë nuk e kuptoj se cilat kanë qenë arsyet pse nuk është këtu vetë drejtori i përgjithshëm i policisë, dhe besoj që dhe ai vetëm nuk do të mund dot ta. Duhet ishte me staf këtu për të përgjigjur interesit tonë dhe një problemi kaq kompleks, sa që është degenerimi i procesit zgjedhor në raport të OSBE Odirit dhe ku policia është pothuajse inekzistente. Nuk ka funksionuar policia. Krimi organizuar ka bërë çfarë ka dashur, duke intimiduar, duke dhunuar votuesit, duke bler vota. Ka qenë inekzistente policia. Kemi bërë mbi 1000 telefonata tek numrat e vënë në dispozicion. Mbi 1000 telefonata para ditës së zgjedhjeve. Ku është policia? Vet Bishka u shpreh se është ai personi që ka drejtuar punën e Policisë së Shtetit gjatë procesit zgjedhor të vitit 2025. Në 2 rastet kam qenë unë protagonisti që kam propozuar ndryshimet për Policinë e Shtetit, ndihmën Policinë e Shtetit, dhe unë kam qenë i autorizuar nga drejtori i përgjithshëm i policisë ose zëvendës drejtori i përgjithshëm për çdo rast ka ndjekur gjithmonë aktivitetet zgjedhore. Dhe në rastin në fjalë, drejtori i përgjithshëm ishte drejtor në një qark, në një provincë, kurse unë kam qenë përgjegjësi për procesin zgjedhor të vitit 2025. Unë kam dalë oficer në vitin 90, në një korrik vitin 90, dhe gjatë gjithë kësaj periudhe nuk kam qenë ndonjëherë i shkëputur dhe kam qenë pjesë e ndryshimeve të mëdha që ka bërë policia, shoqëria Antërësi dhe Policia e Shtetit për lidhur me proceset zgjedhore. Në fund opozita dhe mazhoranca ranë dakord që të shtyjnë mbledhjen me qëllim që në seancën dëgjimore të ardhshme të jetë vetë Hita, si dhe për faktin se mungonte edhe drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Inteligjencës Financiare.